Kemi një subjekt politik që është deklaruar hapur që është për një president konsensual. Shkelja e pushtetutës nuk guxon të shndrohet në normë, në normalitet. Marrëveshjet politike mes partive politike, palëve të ndryshme, nuk i mbivendosën pushtetutës. Pushtetuta është mbi çdo parti, mbi çdo takim, mbi çdo lider. E pushtetuta kërkon nga ne të zgjedhurit e popullit që të konstituojmë ky vendin dhe të themelojmë institucionet. Kanë kaluar 555 ditë nga zgjedhjet e shkurtë të vitit 2025. 555 ditë nga kjo sallë, nga kjo foltore, ne flasim për pozita e poste të pushtetarëve e na pamundsohet që të flasim për brengat dhe hallet e qytetarëve të Republikës Kosovës. Kosova ka nevojë për institucione dhe vendi është këtu, në këtë sallë. E ftojmë sërish deputetin Kurti, deputetën Haxhiu dhe të gjithë deputetët të tjerë që po i mbajnë penë të vinë në sallë, të konstituojnë kuvendin dhe të ecin tutje. Në pyetje për çështjen e presidentit konsensual, ju e përsëritët kërkesën për konstituimin e kuvendit fillimisht. Tashmë të më një pyetje pak hipotetike. Supozojmë që vjen vendosja, zotëri Dehare Fracaun, që konstituohet kuvendi dhe fillon apo ti 60 ditë për zgjedhjen e presidentit, a është e gatshme Partia Demokratike e Kosovës me ulë takim edhe me ofru një emër për president konsensual jashtë partive politike? Ju e dini që edhe në ciklin e mëparëm zgjedhor, po edhe tani, mungesa e vullnetit politik nga ana e lëvizjes vetëvendosje ka shkaktuar krizën institucionale dhe ciklet e pafundme të zgjedhjeve. Kemi një subjekt politik që është deklaruar hapur që është për një president konsensual. Partia Demokratike e Kosovës ka thënë qartë që është dhe mbetet në opozit. Nuk kemi arrit ende në pikën që mund të diskutojmë për tema tjera, mirë është një subjekt tjetër me numra të mjaftueshëm në kuvend që ka shpreh gatishmëri. Deputeti Kurti rrugën e hapur e ka, vetëm nuk po dëshiron ta ecë.